Është bërë promovimi i librit Eksploruesit e vegjël i autoreve Merita Shala dhe Majlinda Gjelaj. Ky libër është botuar nga shtëpia botuese Magjia e Librit dhe u është dedikuar fëmijëve të moshës 4 deri në 5 vjeç. Me këtë rast, autorja e këtij libri, Merita Shala, tha se ky libër i kushtohet pikërisht grup moshës, e cila çdoherë lihet anash, sidomos nga ana e prindërve. Shfrytëzuam gjithë materialin që morëm nga kolegët tona, nga fëmijët, nga prindit, nga kolegët ekspertë të fushave të tjera, edhe skicuam një libër. Është ky Eksploruesit e vegjël. Ideja qendrore mbas të cilit është vetëm kjo: t'u japim mundësi fëmijëve që të angazhohen, të sfidojnë veten e tyre, të jenë në qendër, të kenë vëmendjen tonë dhe të rriten ashtu siç duhet, në përshtatje me moshën e tyre, me atë çka pritet prej tyre me bë. Ndërsa bashkëautorja Majlinda Gjelaj tha se ideja e këtij libri është që të ndihmojnë prindërit, edukatorët dhe vetë fëmijët. Ideja ka qenë që edhe prindërit përfitojnë dhe të marrin këtë libër dhe pas dite t'u kushtojnë 1 orë, 2 orë fëmijëve dhe t'i largojnë do të thotë nga përdorimi i tepërt i teknologjisë, do të thotë mësimet e gabuara që mund t'i gjejnë në internet. Titulli i librit Eksploruesit e vegjël është bërë në bazë të takimeve që kanë pasur autorët me fëmijët dhe në pyetjen se cila është dëshira e tyre për të ardhmen, ata pothuajse të gjithë ishin përgjigjur eksplorues.